Fëmijët dhe adoleshentët po përballen gjithnjë më shumë me probleme të shëndetit mendor si ankthi dhe depresioni, të nxitur nga ndikimi i mjediseve digjitale. Këtë shqetësim e ngre dhe raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili thekson se hapësirat online po ndikojnë ndjeshëm në mirëqenien emocionale të fëmijëve. Po çfarë thon specialistët e shëndetit mendor për këtë fenomen? Është ulur ndjeshëm mosha kur fillojnë problemet e shëndetit mendor tek fëmijët e më pas tek të rinjt. Simptomat dhe ajo çfarë lidhen kryesisht me shqetësimet referohen tek depresioni, tek ankthi, tek atakat e panikut që ndodhin qysh në moshë të fëmijërisë tashmë, dhe kjo ngre alarmin si tek prindrit, tek pjesa e edukimit tek shkollat, po ashtu edhe te profesionistët ku atyre u duhet të ballafaqohen. Varësia dhe ekspozimi vazhdueshëm ndaj pajisjeve digjitale ka bërë që fëmijët të dëmtojnë perceptimin e tyre, duke i krahasuar veten në mënyrë të pabarabartë me të tjerët. Për ta parandaluar, specialistët thonë se është i rëndësishëm një menaxhim i përbashkët nga prindrit, mësuesit dhe institucionet. Duhet ishte një menaxhim i mirë i rastit, qoftë nga profesionistët e shëndetit mendor, qoftë nga shkolla që është institucioni edukues, po ashtu edhe familja. Pra të gjitha këto së bashku të ngrënë strategji, të jenë pjesë e strategjive kontrolluese dhe koordinuese të platformave, sepse nëse gjërat fillojnë të zbatohen në këtë mënyrë, do të kemi më tepër rezultat dhe parandalim, sepse kur ndodh problemi, kur fëmia ka situata të rënda ose edhe qoftë shqetësime, simptoma të lehta që lidhen me shëndetin mendor, me ankthin, me depresionin, atëherë shumë bëhet me komplikuar situata në kuptimin që ai fëmijë tashmë e ka krijuar varësinë, e ka dëmtuar perceptimin, e ka filluar tashmë ta krahasoj veten në një mënyrë të pabarabartë me të tjerët, vetëm duke qenë pjesë aktive e përdorimit të teknologjisë. Problemet me përshëndrimin, sjelljet agresive, dëshira për vetizolim, mungesa e komunikimit dhe shmangja e situatave sociale janë vetëm disa nga simptomat më të zakonshme të ankthit tek fëmijët.